Reformimi I skemës së pensioneve, e cila po sfidohet nga numri I ulët I kontribuesve, rënja e lindjeve dhe emigrimi, ishte në fokus të konferencës së Bankës Botërore mbi rishikimin e politikave fiskale. Zgjedhjet që do të bëjë Shqipëria në ditën e sotme do të formësojnë të ardhmen e brezave të ardhshme. Përveç numrit të ulët të punojësve për të cilët paguajnë sigurime, Banka Botërore ngresi shqetësim në deklarimin e pagave. Kur bëhet fjalë për tatimin e të ardhura personale, Shqipëria është mbrapa dhe arsyeja për këtë vjen për shkak të disa ndryshimeve strukturore të ekonomisë që lidhen me informalitetin në deklarimin edhe përjashtimet. Banka Botërore sugjeron të investohet më shumë në arsim, në zhvillimin e kapitalit njerëzor, frenimin e imigrimit, si dhe të shikohet edhe vetë skema aktuale e pensioneve. Mbulesa është relativisht e mirë, por mjaftueshmëria është shumë e ulët. Kjo gjë do të vijë duke u përkeqësuar, sidomos duke pasur parasysh aspektin migrator. Deficiti në sistemin e pensioneve do të përkeqësohet duke garantuar që ne të investojmë tek të rinjt, të cilët të rriten dhe të arrijnë potencialin e tyre të plot, duke ju krijuar mundësitë dhe prindërve të tyre të kthehen sërish në tregun e punës. Këto sfida, tha Ministri I Financave Petrit Male, janë edhe prioriteti I qeverisë shqiptare dhe drejt tyre po orientohen edhe investimet. Korniza fiskale që do të ndërtojmë sot do të jetë ajo që do të vendosë të ardhmen në Shqipërisë për disa dekada. Do të përcaktojë aftësitë tona për të investuar tek burimet njerëzore, për të mbështetur biznesin konkurrues, për të ndërtuar infrastrukturë të fuqishme dhe për të garantuar pensione dinjitoze. Për te I këtyre sfidave, Banka Botërore shprehet se ekonomia e Shqipërisë ka vijuar të rritet e udhëhequr kryesisht nga turizmi dhe ndërtimi.